Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka dalë kundër kërkesës së Unionit të gjyqtarëve për rritjen e pagave në sistemin gjyqësor. Në një konferencë përshtyp, Berisha theksoi se aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri janë ndër më të lartat në rajon dhe krahasueshme me ato të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Prokurorët dhe gjykatësit në Shqipëri paguhen më shumë se kolegët e tyre në Ballkan dhe njësoj me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde. Kjo u ka rritur vetëm oreksin, jo ndershmërinë. Nëse gjeni një qytetar që thotë se procesi gjyqësor ecën pa rishfet, urdhroni. Sot rishfeti ka marrë për masat më gjigande në historinë e shtetit, të shpreh Berisha. Duke u referuar të kaluarës, ish kryeministri përmendi akuzat më hershme që lidhen me emrimet dhe transferimet në sistemin e drejtësisë, të cilat sipas tij janë thelbi i shkatrimit të këtij sistemi. Pa përmendur drejt për drejt emra, Berisha aludoi për ish presidentin Bamir Topi dhe ish nënkryetarin e KLD-s Kreshnik Spahiu, për të cilët tha se janë përmendur në një raport investigativ të Komisionit Evropian me akuza për korrupsion të lartë. Ndonse nuk përmendi emra, kryetari i PD-s tha se ata merrnin nga 150.000 deri në 300.000 euro. Ka qenë një periudhë kur ky çakalli që del çdo natë nga Shallvaret apo Berlini bashkë me bosin e tij, akuzoheshin për marrje rishfeti nga 150.000 deri në 300.000 euro për emrime apo transferime në Tiranë. Kjo praktik nuk ekzistonte gjatë kohës së Recep Mejdanit, por u instalua më vonë, deklaroi Berisha. Ai pohoi se në atë kohë kishte autorizuar publikimin e raportit, por sipas tij ky nuk u publikua për shkak të ndërhyrjeve të drejtuesve të KLD-s. Sot shifrat janë 2 apo 3 fishuar krahasuar me atë periudhë. Sistemi është më i korruptuar se kurrë më parë, shtoi Berisha.